Gjenta, mirë se kjo ardhë. Mirë se gjeta. Edhe jam shumë e lumtur sot që jemi bashkë, edhe që po më shoqëron. Kafën ta pim bashkë. Për më ka qenë shumë kënaqësi që më ke pritur sot në shtëpinë tënde. E di që kur kemi fol bashkë, më ke thonë që çka do që kemi me fol, për mua mjafton që kemi ardhur në shtëpinë tam, edhe kemi me pi kafën bashkë, edhe kemi me thy heshtjen që është në shtëpinë tënde. Unë kisha me thonë që pa marrë parasysh heshtjes që është në shtëpinë tënde, në momentin që e kom hap derën dhe kom him brenda, mendoj që ka rëndësi kush është brenda saj, përveç heshtjes që ti e ke përmendur. Faleminderit shumë për këto fjalë të mira. Faktikisht, një ma ke gëzu shtëpinë bashkë me kolegët e tu, edhe unë jam e lumtur që sot do të kalojmë së bashku. Andaj, po filloj me përgatitjen e kafës, se ty të kom pri, deri më tani s'kom pi fare, edhe zakonisht unë e shijoj kafën Prince Cafe, edhe me Prince Cafe pe fillojmë edhe ditën bashkë me Klan Kosovë. Hajde, nisim së bashkë. Dora, falenderoj shumë që ndoshta prej mëngjeseve të rralla, vendoset që me pi kafen e mëngjesit bashk. E uroj që me qenë një prej mëngjeseve të këndshme për ty, si rrallë herë që ndoshta shijon kafen e mëngjesit vetë. Faleminderit shumë, Gjenta. Faktikisht që sot kam musafire ty, bashkë me kolegët e tu të mrekullueshëm. Ju pe boni një punë të palotshme dhe i kom ndjek emisionet tua. Dhe më kam pëlqyer shumë, se është pak më ndryshe profilet të cilat jemi qoftë në politikë, qoftë në pjesë tjetër të angazhume të shoqërisë, por shpeshherë njerëzit nuk të njohin ashtu si që je në shtëpinë tënde. Mirë se ke ardhur, edhe do të kaloj mirë, ma ke gëzu shpinë. Falenderoj shumë për pritjen edhe fjalët e bukura, që është veç të din me zgjidhje dhe me thonë mas mire. Duke përgatit kafen e Princit bashk, unë kisha edhe një dhuratë për ty, që është pikërisht prej Prince Coffee House. Tashmë nuk kime pas nevojë me najt para kafës, me prit kur po përgatitet, sepse Princi është për kujdes për të detaje, tashmë e ki aparatin e Prince Cafe, që keme shiju kafen lehtësisht me ndihmën e tyre. Faleminderit shumë Prince Cafes, faleminderit për aparatin, me gjithë unë e tregova që unë e shijoj shumë kafën e Prince Cafes, kafën turke ku e filloj edhe ditën time të gjatë, edhe kështu që pa 2-3 kafe nuk e lo, po tash e mas dhuratën e juaj do ta përdori dhe do ta shijoj kafën në aparat. Faleminderit shumë. E përdosh në gëzime dhe me njerëz të tu të zemrës. Faleminderit shumë, faleminderit shumë. Kur jemi te pjesa e fundvitit edhe te pjesa ku marrim dhurata, si e gjen zakonisht fundviti Vlorën? Tash, në qoftë se me qenë shumë e sinqert, përndryshe unë edhe jam edhe në jetën e përditshme. E sinqert, mu festat e fund vitit, viti ri, ma jep një piklim. Pse? Sepse nuk di, sepse base ata njerëz të dashtën të cilët i ki, nuk i ki ofër, dita e vitit ri, ose tavolina e darkës të vitit ri, zakonisht shijohet me familjen tonë të parë, që do të thotë me fëmijët tu. Unë për shumë vite, mbase për 20 vjetë, unë vitin e ri e kaloj tek familja e nanësime, të cilën ende është në jetë, në moshën 84 vjeqare, dhe gjithmonë e kom kalu atje. Sa ishim fëmijët e vegjël, shkojshim atje se plot fëmijë u mbledhshim edhe gëzojshim atë natë, po me thonë drejt mua asnjëherë s'm ka shiu nata e vitit të ri. Ma ka pru një piklim të cilën unë e kom bajt
brenda. Është një balans i vitit, i reflektimit se çka ka ndodhë në atë vit, me arriturat e tua, por viti ri ka një farë mallëngjimi në vetën e saj, ka magjinë e vetë, të cilën sigurisht që duhet mu gëzu, sepse kemi kalu një vit dhe jemi me shëndet mirë, por kjo është. Në fakt, kur kemi mungesat të tilla, kur vinë festat, zakonisht na mërzisin më shumë se sa na gëzojnë. Çka të ka brengos ty më së tepërmi, ndoshta në datat e rëndësishme, ndoshta në ditë festash ku nuk e qenë, ndoshta edhe pranë ronit dhe rapet? Po sigurisht, gjithçka që lidhet rreth meje dhe jetës ime, lidhet familja, lidhet sofra ime, lidhet një jetë e tonë, nëjherë kur mendoj thëmë sa vjet i kam. Se rruga ime nuk ka qenë e lehtë, ka qenë shumë e vështirë, por ajo rrugë më ka formu mu. Një gru, një vajzë e cila është rritë në Prishtinë, me një ambient të ashpër, gjithmonë jemi ballafaqu. Gjatë rrugtimit sigurisht që shpesh herë kom dje vetën të vetme në këtë botë, po prapë me atë vetmin time ja kom dalë dhe kom ecë dhe asnjëherë nuk jom dalë. Fëmijët e mi janë ma largë, Roni me nusën Lyrën edhe me nipin tim Matisin janë në Amerikë dhe nuk kanë mundësi me ardhë për festat e vitit ri. Kurse Rapi është dikun pak më afër, megjithëse është edhe ajo mjaft larg, edhe po shpresoj që do të mundet me ardhë edhe me kalu këtë fundvit bashkë. Sa e fort mundet me qenë një nanë që ka fëmijët kilometra larg vetës, po që çdo herë mundohet me i mbajt shumë afër zemrës? Me thonë drejt, ma herët nuk e kom mendu këtë fare. I kom shty për me shku, mu avansu, mu eduku, se jeta na ballafaqoj me shumë situata të ndryshme, edhe ne i patëm fatin me qenë refugjat në Amerikë, dhe pastaj mundësit ishin më të mëdha të tyre për mu shkollu atje. Po dhe ti si nanë, gjithmonë mundohësh që fëmijët t'i shkollosh. Tash kur po bëhen disa vite, po shkon ka një mosh pak ma e shtyme, megjithëse besoj që ende ka kohë për mu, mungesa është shumë e madhe. Mungesa, une ju peshini vetë, jeni musafir të mi, une jetoj me një ambient shumë të vogël, për 20 vite pas 20 vjetë që jam në këtë banesë, kjo banesë shumë e vogël, 54 metra katror, po beso që mu më duket nëjherë e madhe dhe hupinte, sepse kur nuk e ki familjen afër, çdo send të duket i zbrast. Zjenera shpi, familja kur është bashk, është ndryshe. Pastaj të binë situatat ndryshme, të bjen një smundje, të rritet tensioni, dush mu që vetë, natën me shku të mjeku. Kështu që këto janë shumë njerëzore, që për shembull një nanë i përjeton edhe gjithmonë, mendon mi pas fëmijët afër. Kur ka qenë periudha që mësë shumë ti ke pas nevojë ndoshta për ta, po që është dash me menaxhu vetë? Periudha me rëndë për mu ka qenë para 2 viteve, kur unë jam ballafaqu me një intervenim në zemër. Po sigurisht ata kishin me qenë këtu, po ajo ka ndodhë shumë shpejt, që as vetë nuk e kom prit që do ta kem atë ndërhyrje, edhe pse ndërhyrjen e kalova, por pas ndërhyrjes në dhomën intenzive mu përkecu gjendja shumë, edhe në atë moment e pash vetën që jam komplet vetën. Edhe si bata fëmijët e mi. Kush është tjetër afër teje kur Roni dhe Rapi nuk janë këtu? Janë familja ime, unë kam nanën, kam vllaun, kam motrën, kam mbesat e mia të vllaut, të cilat janë të shkëlqyshme. Unë s'kam nevojë për ndonjë
kujdes të posaçëm sepse jam e shëndetshme tash edhe por kur kam nevojë diçka, është joni, është mjellma, manjolla, fjolla, janë këtu, se një pjesë tjetër të fëmijëve i kemi andin e motrës e kemi në kanat, që roni rapi, kështu që jemi, çdo familje e ka dikën atje. Po sigurisht, vllau, kushtrimi çdo mëngjes vjen këtu afër poshtë për kafe dhe më fton dalë pi kafen me te, kështu që afër janë. Po e shoh që po të emocionon edhe të mbushën sytë me lot. Unë mendoj që nëse një person arrin me luftu vetmin, nuk ka sfidë cilën nuk mundet me e mbyllë ose me e luftu. Dëgjam tash, jeta ka, çdo njeri ka sakrificat e veta gjatë jetës edhe vështirësitë e veta, po krejt mvaret prej rritjes, prej karakterit edhe sa mundet mu ballafaqu me to. Dhe pse nuk ka qenë e lehtë, po është e tejkalueshme, janë kapituj të dhemshëm, po janë kapitull edhe të cilët mbyllen, nëse flasim për jetën personale. Çfarë të bën ty me e mbyll një kapitull për të hap një tjetër? Unë e kom mbyll shumë kapituj. Faktikisht edhe i kom harru ata kapituj. Cili po të kujtohet tash? Hiq asnjë s'm kujtohet. Domethënë ti je strikte, saqë Unë nuk kam kujtohet se çdo kapitull i jetës, qysh e ka lumturinë, ka dashurinë, ka përkushtimin, mundet me pas edhe një farë vujtje të cilën kur në jetë nuk mundet me ta kuptu. Ndonjëherë mundohen edhe me ta rre, edhe me gjujt, edhe me gjunizu, bashkë në atë pikën tënde të dot. Po, asnjëherë nuk dorëzohesh. Kapitujt të cilat nuk kanë qenë në favorin tim, qoftë varet edhe qoftë në pjesën e punës, qoftë në pjesën e jetës private, njeri duhet mi mbyll edhe mos me jetu me atë peshën e dhimbjes ose peshën e pse so kështut, nështë ka mund me qenë kështut, e pse më tha kështut, cila ishte arsyeja. Kështu që ndonjëherë s'duhet me pas njeri pengje, se ato kur ki diçka peng në vetën tone, ato vetëm të mundojnë edhe nuk të lojnë me përparu, ato të shihen në ftyrë, je ma e mrëlt, je ma... Kështu që zakonisht e une ka lujtë rol shumë njerëzorja, edhe mes njerëzve, edhe mes tjerave. A i bie kjo që ti arrin me vepru me logjik dhe jo në emocione? Ma shumë me logjik. Shpesh herë nalem edhe mendoj në një situatë për shembull në qoftë se m'dodh. Edhe ndonjëherë s'ma kap edhe logjika që disa njerëz mujnë me vepru. A logjikojnë ajo? Si kanë ndiku të këti si person sfidat, humbjet, ndoshta edhe dështimet? Po sigurisht ato gjithmonë humbjet, dështimet, lojnë një farë pasoje në veten e saj. Por, në qoftë se e gjen rrugën të cilën ti do të mirësh me qatë sfidë ose me qatë dhimbje, si që theti, ose atë vujtje, do të mbetesh në vujtje edhe në dhimbje. Edhe dikujn, në qoftë se ti e ndan dhimbjen tënde me dike, është e pa drejtë. Pse duhesh ti dikujna mja të regu dhimbjen tënde? Çka do të thot për ty dashni? Dashni? Gjithçka. Krejt jeta është dashni. Në qoftë se e sheh. Edhe që të kafe të cilën pepimun e ti bashk, edhe me kolegët e tu, kjo është dashni. Një farë mënyrën dashni, se apëshe këtu ambienti u bo shumë ma pozitiv, ma i zhurmshëm, po flasim bashk, po knaqemi, gjithçka është dashnia. Në qoftë se s'ki dashni, s'ki jetë.
Nëse gjithçka është dashni, atëherë sa kujdesesh që mos me dhonë gjithçka? Unë jap dashni aty ku mundet edhe ku pranohet. Po gjithçka nuk jap aty ku s'duhet. Çka të ka zhgënjur në gjithë rrugtimin tënd? Me më zhgëny së më ka zhgëny asgjë. Njeri ndërtohet, ka rruga, jeta nuk është krejt, kështu që thojnë, me Fush me lule, lule. fush me lule, se jeta që thot nana ime nuk është kur ta bën bërumin, edhe pastaj e shtrim petën dush me atë oklagin, Po. që i thojmë na që e shtrojmë pitën, ato kulat që i bojmë, jeta nuk është me e drejtë si me oklagi. Jeta i ka baticat, zbaticat, stuhit, tërmetët, e ndryshme. Kështu që janë sende të cilat ballafaqohesh, nashta në një moment është trazohesh dhe mendon që është fundi i botës. Por gjithçka është e i kalueshme. E përmendë nanën. Si e kujton familjen tënde? Unë e kujtoj me thonë drejt me shumë dashuri. Jom rrit me një nanë të fortë, edhe e njëjta ende është në jetë, e kam krah, një gru intelektuale, një gru e urtë, një gru stoike, e cila edhe ajo se ka pas jetën shumë të lehtë, por unë jam e bia e saj. Kështu që unë jam një pasqyre e saj, ku kom ditë, më ka mësu që me maturi, gjithçka me marë, e sidomos me mendu ftoft në raste të ndryshme. Se unë kom qenë një fëmijë pak ma i gjallë, pak ma e ashpër, në i herë, por zakonisht i kom zgjedh me ftoftësi. E kujtoj me dashuri, me një familje dashur, e kujtoj babain tim, e cili ja këtu ku e kam, ai ka vdek shumë herët, dikon 48 vjetë. Ne jemi 4 fëmijë, Albionën, motrën, kushtrimin, Valonin. Pjesa më e dhimbshme prej neve fëmijëve është për mu, që më ka mungu, është vllau im, Valoni, që iki shumë herët jashtë në vitet e 90-ta, kur ishte ajo pjesa e ushtrisë dhe lufta në Kroaci. Faktikisht e ndjej shprastin e tij gjatë jetës. Kur flasim për babain dhe vajzën, unë them se është një ekip i paprekshëm që nuk ka vend asnjëherë për një të dytë. Si e menaxhon një vajzë humbjen e tij? Ta shumë ke prekën pikën më dopt timen Genta, kështu që si Genta, humbja e babait për mu ka qenë shumë e madhe. Unë kam pas një lidhje shumë të afërt, emocionale me te. Ne kemi pas një fat, base ka qenë fat, vërtet, nashta në atë kohë ka qenë fatkeqësia, ai ka qenë ideatori i demonstratave të vitit 1968, dhe pastaj ka pas edhe kjo pjesa e përjashtimit nga puna prej viteve 70-ta, 74. Dhe ne kemi qenë të vogël, pastaj burgosjet e të gjitha ato me radhë dhe të xhaxhait tim. Por ne kemi pas atë fat që jemi rrit me te. Kemi përgjegjësi të madhe, ne 4 fëmijët, që jemi bite Ismail Dumoshit. Na ka përcjell gjithmonë dashuria e tij, po na ka përcjell edhe gjithmonë hija e tij. Sa ka qenë e vështirë humbja, por sidomos gjithmonë krenare, por edhe sidomos gjithmonë me një përgjegjësi çdo hap të cilën ne e bajmë si fëmijë. Unë po besoj shumë që prindrit janë çdo herë krenar për një vajzë si ti.
Po që ti po ta kishe sot pranë vetës, cila do ishte gjëja që do doje t'ja tregoje, apo ta ndaje me të? Unë shumë fish më atleti kisha pas jetën, ta kisha pas praninë e tij gjatë gjithë rrugtimit. Edhe pse asnjëherë nuk duhet mi hy në hak nanës sime, po dhe nana ime sigurisht e kish pas më atlet, kish qenë bashkë me babin. Shumë herë e kisha pas më atlet, sepse ka qenë një tip shumë i dashur, një tip me një humor, pastaj sigurisht kish mbajt shumë afër, edhe kom qenë shok me ta, gjithë shka unë i kom të regu ati. Sigurisht edhe me shku mu rëfy, isha rëfyte ajo, dhe sigurisht i kisha marrë ma të mirat përgjegje, se qka edhe tek edhe se. Periudat në për cilat ne kalojmë, mendoj se e shënojnë rrugën para nesh. Dhe kur them se je një grua e fortë, nuk e them këtë, për shkak që edhe kur kam dëgju që ke qenë pjesë e karates dhe ushtrisë amerikane, jam befasu. Unë e kom qenë karatistja e parë në Kosovë. Edhe kur është hapë klubi karates, edhe babaj mi ndjerë na ka dërgu mu, kushtrimin edhe valonin. Edhe ka qenë një përvojë fantastike, edhe kujtoj, kemi qenë atëherë në gjimnazin, sot ku është Sami Frashri, aty u mbajshin, klubi ka qenë edhe ushtrimet u mbajshin në salën e fiskulturës. Kemi pas dy njerëz fantastik, Lëzrit Latifi, ku ata na mësonin. Kom qenë dikun 4 vjetë, 3 vjetë në karate. Kurse në ushtrinë amerikane, kom qenë, kur kom jetu në Amerikë, në vitin 1999 që na dëbuan, pastaj u bonin ushtrime të mëdha në bazat më të mëdha amerikane dhe një pjesë e madhe punonim atje që ishim shqiptarë. Faktikisht i pregaditshim me situatat të ndryshme ushtrinë amerikane të cilit do të vinin këtu këfori dhe të cilit ballafaqohen në teren. Ka qenë një angazhim shumë i mirë edhe pse asnjëherë nuk kom mendu që kom e jetu jashtë, kom e lëshu vendin tonë, po në kohë e luftës, pastaj dëbimin masiv të cilën e ban nga Kosova dhe ne gjetëm rrugën drejt Amerikës. Një përvojë e veçantë për ty, po besoj është dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Lidhja Demokratike e Kosovës, po, unë për shumë vite kontriboj në Lidhjen Demokratike të Kosovës, si parti e parë, dhe jam shumë krenare që jam pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Është një parti që ka ditë në rrethonat më të rënda të Kosovës ta drejtoj këtë vend, siç ishte presidenti i ndjerë Ibrahim Rugova. Ende fuqishëm përmendet dhe kujtohet presidenti Ibrahim Rugova. Çfarë mendon se akoma e mban gjallë emrin e tij? Po njerëz të mëdhej asnjëherë nuk shuhen, edhe pse shkojnë fizikisht, njerëz të mëdhej besin. Ibrahim Rugova është vetë historia e Kosovës, një burr i urtë, një burr i mençur, që në kohët më të vështira i dul zot vendit me qetësinë, me maturinë të cilën e tregoi. Gjithashtu edhe një kontribut të madh ka dhënë edhe USHK-ja, e cila në atë kohë u formu dhe ne jemi falemnderues të gjithë këtij zinxhirit, nga president Rugova, ndaj njerëzve të USHK-s, ndaj njerëzve më herët të cilët kanë dhënë kontribut, se lufta Kosova nuk ka fillu vetëm me të 90-tat ose 99-ën. Është një zinxhir i tërë i kontribusve të periudhave të ndryshme. Po gjaku i lirisë
është ai gjak që e solli lirinë edhe ne jemi kontribues. Ibrahim Rugova është figura, është historia. Për çka do doje çdo herë të mbahej mend Vlora Dumushi? Për këtë që jam. Për këtë që jam. Përveç këtyre, unë çdo herë kam e kujtu që pas asaj zonjës së hekurt ose strikte, fshihet një shpirt plot dashni. Unë e gjenta prej fillimit deri qëtash shpirtin të dash. Po. Unë s'po di më çka me thonë. Por atë jam shumë falenderuese që arrite me ma hap zemrën. Ta dash dashnin të cilën unë e kam edhe beso që kjo bisedë është shumë spontane, as nuk kom ditë, as çka do t'jetë, kështu çka do të flasim, po me një sinqeritet më të madh ta them. Jeta është një këngë, krejt o këngë, krejt jo notat e pentagramit të cilin. Edhe se cili njeri e ka atë këngë, ajo këngë përmbledh në vete qovë balad, qovë dashni, këngë dashnie, ose këngë dhimbjes, lloj, këngë të vdekjes. Kështu që jeta është këngë. Unë tham këngë ose dikush thotë është një valigje, e cila valigja mbyllet edhe nuk hapet kurse mundet mos mu hap, sepse ti thupe mbylli që aty. Po, nështë me këngë, është më mirë. Mu ma ke mbush shpirtin sot me gjitha këto melodit që ti po i përmend, edhe jam shumë mirënjohëse dhe falenderuese që sot më ke prit në shtëpinë tënde edhe më ke mbajt me muhabete të mira e të ngrohta. Faleminderit shumë, Ginta. Edhe mu më ke gëzu që je ardhë. Shlodhe, se pushova me ty. Andaj faleminderit shumë. Faleminderit Klan Kosovës. Faleminderit për dhuratën, besom që dhuratë kur s'ka marrë për vitri. Kështu që do ta kujtoj Princ Kafin që ma dhuroi këtë aparat edhe do ta shti në përdorim. Faleminderit shumë. Faleminderit ty, ti e shtëpia jote paqet për herë veç gëzime, e çdo vit i ri që vjen me pas shëndetin e plot. Faleminderit shumë.